Ashtu si për çdo reformë të rëndësishme në Shqipëri edhe në nisje të punës për reformën zgjedhore, ambasadorët e akredituar në Tiranë luajtën në rolin e arbitrit, duke nënvizuar problematikën e proceseve elektorale e duke kërkuar konsensus për të përmirësuar standardet zgjedhore. Për ambasadorin amerikan në Tiranë Donald Lu, zgjedhjet lokale të 2015-s shfaqen disa probleme, duke filluar nga blerja e votës e deri tek kandidimi i personave me rekorde kriminale. Ai nënvizoi rëndësinë e transparencës së financimit të fushatave për proceset e ardhshme zgjedhore. Udhëheqësit e partive duhet të bëjnë gjithashtu më shumë për të larguar politikanët e korruptuar dhe me lidhje kriminale nga radhjet e tyre dhe të mos i vendosin fare emrat e tyre në fletin e votimit. Edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe OSBE-s kanë kërkuar vullnet politik për arritjen e standardeve më të mira në proceset elektorale. Nevoja për një reformë tërësore të gjithëpërfshirës edhe të shpejtë është e padiskutueshme. Demokracia juaja ose shërimet ose vdes këtu. 25 vjet pas rënies së komunizmit, nuk ka asnjë justifikim që të mos bëni zgjedhjet sipas standardeve ndërkombëtare. Zgjedhjet parlamentare pritet të mbahen qershorin e vitit të ardhshëm dhe partitë politike kanë të paktën një vit kohë për të gjetur gjuhën e përbashkët e për të përmirësuar ligjin elektoral.